Kandidati i Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës Bart Spahia ka zhvilluar një takim me banorët e lagjës së Rusit në kuadër të fushatës elektorale, duke premtuar më shumë mbështetje për ta pas zgjedhjeve të 25 qershorit. Spahia u njoh me problematikat e këtyre banorëve, të cilat konsistojnë në papunësi, arritje taksas, çmime të larta dhe emigrim masiv drejt vendeve evropiane. Duhet puna e ndihmatanëve. S'ka punë, s'ka lek, s'ka njerëz. Ta nga një, kështu që. Emigracionin mas. Për faqet një shumë. Për faqet një. A ka dalë kush me u pyet? O, s'ka dalë kush me na pyet, as më ardhë për atë punë 10 për kërgjë. Kjo ne jena 2 pensionista. Unë 100.000 lek. Edhe burrin 150, llogaritë tash me 250.000 lek. Duhet me jetu. Me pagu drita, me pagu Po normal, ato ashtu nuk diskutohet. Unë po shifra edhe kundërshtar ton kanë fillu me na kopiu pak me dalë me taku do njerëz i bajnë në mënyrë të organizuar pas ka gjë. Kush dojnë, çfarë duhet i ta fjalë havdit. Çfarë diskutojnë me njerëzit? Çfarë flasin me njerëzit? Dita fjalë havdit kujt bojnë çfarë duhet. Çfarë thonë? I kërkojnë falje për taksat që u kanë rrit. Vështirë kom thonë tan. Po vështirë, po çka na bëhet? Inshallah ban çdo të mirë. Kena sa më bëhet, duhet me ndiku tan. Me ndryshu pak kjo situatë, sa më shpejt. Inshallah. Spahia renditet i 4-ti në listën e Partisë Demokratike të Shkodrës, ku nëse i referohemi rezultateve të zgjedhjeve të tjera, ai është në zonën e sigurt. Në këtë fushatë elektorale, ai ka zgjedhur të takohet me njerëzit derë më derë për të kërkuar votbesimin e tyre.